Rritja e çmimeve në sektorin e ndërtimit është shqetësim dhe për neve si sektori i ndërtimit, jo vetëm për qytetarët të cilët atakohen drejt për drejt me këto çmime, duke pas parasysh që këto çmime janë si rezultat i gjendjes reale, jo në mënyrë artificiale. Kjo ka ndodhur për arsye të rritjes së çmimeve të lëndës parë, mungesës fuqisë punëtore dhe rritjes së çmimit të prona. Gjitha këto janë indikacione të cilat kanë shtyme me rrit çmimet. Mirë po duhet pas parasysh edhe një gjë që rritja e çmimeve në të derivateve ka ndikuar shumë edhe në rritjen e transporteve, gjë që kanë ngritur edhe çmimin e materialeve ndërtimore. Të pas parasysh që ne si Kosovë kemi importe jashtëzakonshëm nga jashtë, domethënë kemi shumë pak prodhim në vendor, gjë që nuk e plotson atë nevojën e tregut, dhe kjo është një indikator që ka ndikuar në rritjen e çmimeve. Rritja e çmimeve ka ndikuar edhe në uljen e interesimit të qytetarëve për vlerët banesa, konkretisht këtë rast, të pas parasysh që është diferencë jashtëzakonisht e madhe në kohën post-pandemike që ka ndodhur. Edhe këto sigurisht ata i bën me stopu për një kohë me por realitetin se cili po pritet me ndodhur, a do të ketë rritje prapë të çmimeve apo do të vazhdohet me këtë. Aktualisht produkti kryesor se është ndërtim ose ndërtimin e vrasht është betoni. Ose njëri prej produkteve kryesor ose 50% i gjithë shkajt. Ka pas ndryshim të madhe dhe betoni edhe druni, supunojmë edhe me druna, ose armimin e bajmë me drum, edhe ai ka pas ndryshim, ka hekuri ndryshim, ka tulla ndryshim, gjithçka ka ndryshim aktualisht, po betoni është kjo më e madhja. Do të thonë që kjo është super e madhe se suni përballë kërkush. Me thonë tash prej 5 jave kënej 100%. Jo, betoni është 100%, tulla dikun 10%, hekuri është dikun 18%, edhe këtë produktet e hekurit, se nuk është vetëm hekuri si shufër, po këtë produktet e hekurit. Se janë gozhda, disa cera, ka shumë se edhe se hi ndërtim.